Pacha me ju o vëllezër dhe motra, sot mbyllim muajin e shtator edhe mbyllim me një figurë, me një shenjtë shumë i rëndësishëm për kishën tonë katolike dhe latine, që është Shenjë Jeronimi. Është një ndër 4 etërve të kishës më të rëndësishëm. Shenjë Jeronimi, që ka lindur në vitin 340, ai ka lindur në çfarë është tashmë Kroacia, në Dalmaci. Ai ka studiuar në Rom, u ba prift në lindje, edhe ka qenë sekretari i papës Damasi i parë. Edhe me kërkesën e papës, ai ka përkthyer Biblën, edhe përkthimi i tij e kemi përdorur sikisht për 1000 vjet. Do të thënë që kemi një borxh stërmadh ndaj tij. Ka ndihmuar shumë kishën, duke afruar shkrimeve të shenjta popullit të Zotit. Edhe ne, duke menduar në të, mendimi i tij na therret që ne të duam gjithmonë më shumë fjalën e Jezusit, fjalën e shkrimeve të shenjta, që të duam më shumë Biblën. Ai ka thënë me shumë arsye, ka thënë që mosnjohja e shkrimeve të shenjta është mosnjohja e Krishtit. Është e dashur, kemi nevojë për me pas një marrëdhënie më intime, më personale, më ngushtë me Jezusin, që dhe kemi një marrëdhënie me të, me shkrimet e shenjta, që nuk janë një bukë thjesht, jo është një bukë të rëndësishme për shpirtin ton, është një ushqim i duhur për ne. Nuk është një libër si të tjerët, që ne mësojmë gjanat prej tij. Mund të mësojmë, por më shumë që të hyjmë në intimitet me Krishtin, që të marrim një fjalë, që të flet, që të flas për jetën tonë konkrete, reale, që të na ngushëlloj, që të na çortoj, që të na inkurajoj. Atëherë kurajë është mirë që ne të duam gjithmonë më shumë, që të kemi uri dhe etje për fjalën e Krishtit, edhe që i çdo herë që dëgjojmë fjalën e tij, që e lexojmë, të therrasim me shpirtin e shenjtë, që të na ndriçoj për të kuptuar mirë fjalën që Krishti ka dëshirë me na drejtu jetës sonë konkrete. Ka një shenjë tjetër që quhet shenjë John Henry Newman, se në pak edhe do të bëhet edhe mësues i kishës, do të ketë shpallur mësues i kishës. Ai ka thënë që fjala e Zotit gjithmonë drejtohet jetës sonë konkrete. Që kur fjala e Zotit nuk na thot diçka konkrete për jetën tonë, është sepse ne jemi të tërësuar, sepse jemi jashtë vetes sonë, nuk kemi me këmbët mbi tokë në jetën tonë konkrete. E me kënë se nuk jemi në jetën tonë konkrete, atër fjala nuk na thot asgjë, sepse drejtohet realitetit tonë konkret. Atër mirë, kurajë, duke thënë këtë gjë, ju ftoj që të dëgjojmë me vëmendje fjalën e ditës së sotme. Leximi i Ungjillit shenjtë sipas Lukës. Kur erdhi koha që Jezusi të jetë ngritur nga kjo botë, mori vendim të palekundshëm të shkojë në Jerusalem. Përpara i dërgoi lajmtarët e vet. Këta shkuan dhe hyn në një fshat samaritanësh për të përgatitur ardhjen e tij. Por ata s'deshën ta pranojnë aty, sepse ishte nisur për Jerusalem. Kur e pan këtë gjë, nxënësit Jakobi e Gjoni thanë: Zotëri, a do të urdhërojmë që zjarri të zbresë nga qielli e të zhvi? Jezusi u kthye ka ata dhe i qortoi, dhe u nisën për një fshat tjetër.
fjala e Zotit. Lavdi ty, o Krisht. Mirë vëllezër dhe motra, Krishti shkon në Jerusalem, do me thënë në kryq, në miserin e tij pashkore, me dhanë jetën, por edhe me ngjall. Edhe shkon me një vendim të palekundshëm, do me thënë, Zoti, për dashurinë ndaj teje, dhuron me liri të plot jetën e vet. Nuk është diçka e rasit, nuk është e jeta e tij është marrë prej tij. Që njerëzit e marrin jetën prej tij. Jo, ai e dorëzon falas me një vendim qartës, sepse te don pa mas. Të Krishti që shkon në Jerusalem për këtë punë, për të na shpëtuar, dërgon për para vetes nxënësit e vet. Në një ngjall tjetër thot që ai për qytetet, për fshatra që ai kishte dëshirë me vizitu, me shku ai vet personalisht, ai dërgon dishepujt e vet. Do me thënë që ne njohim Krishtin fal kishës, fal dëshmisë e krishterëve të tjerë, por ashtu si ne njohim, kemi hyrë në kontakt me Krishtin, që kemi dëgjuar fjalën e tij, lajmin e mirë e shpëtimit, nga ana e njerëzve të tjerë, nga ana e kishës, edhe ne që kena kemë bërë pjesë e kishës të trupit e Krishtit, edhe ne jemi të dërguar përballë Krishtit për të lajmëruar emrin e tij, për të shpallur dashurinë e tij, fitoren e tij mbi vdekjen, mbi gjanat që ne na mundin, mbi mëkatet tona. Është e mundur me eksperimentu faljen e mëkateve, me jetu një jetë të re në Krishtin, jo duke mbështetur në forcat tona që janë pluhur, por duke mbështetur në këtë dashuri të palekundshme, që është dashuria e Krishtit. Edhe ai na dërgon duke dëshiruar, edhe duke formuar zemrat tona, që zemrat tona të jenë si zemra e tij. Edhe zemra e tij është plot me dëmshuri për njerëzit, që nuk përgjigjet me të keqen, që shumë herë përgjigjemi ne. Edhe unë personalisht, unë jam si ta dishepujt, si Gjoni dhe Jakobi. Ata ishen thirrur po anergës, fëmijët e vetetimes, e rrufes, do me thënë njerëzit që ishin të dhunshëm, do me thënë njerëzit që atësaroheshin me pak, që ishin gati për të përgjigjur me të keqen, ndaj së keqes, si në këtë rast, sepse Samaritanas nuk e pranojnë ata. Edhe thojnë ata, atëherë po, qa thojnë? Që zjarrit e zbres nga qielli e të zhvi, por Krishti qorton ata, pse? Si shte mundur, qa mendim keni? Nëse unë jam këtu për me dhanë jetën për ta, për me shpëtu ata, me shpëtu me kataret, edhe ju vetë jeni me katar. Edhe jeta ime nuk është vetëm për ata, por edhe për ju. Atëherë, këto dishepujt na kujtojnë këtë gjë, që ne, Krishti ka ardhur për ne, si thotë Shën Pali, është e denjë për të besuar këtë gjë, që Krishti Jezus erdhi në botë për të shpëtuar mëkataret. Edhe thotë Shën Pali, dhe unë jam i pari. Edhe Krishti ka pas mëshirë për mu përdor si shembull. Atëherë edhe ne që eksperimentojmë mëshirën e Krishtit, jena të thirrur, edhe ne me leju që Krishti të shndërroj zemrat tona, për me kenë lajmëtar të emrit e tij, të dashurisë e tij, me të njëjtën zemër që ai ka, që është një zemër plot dëmshuri dhe dashuri. Që lëvdu Krishti.